Besimtarët katolik kanë hyrë në javën e madhe të Pashkëve. Këtë të diel në Shkodër u kremtuaj Diela e Larit ose Dita e Palmave, që njofton ardhjen e të dielës së Pashkëve, atë të ringjalljes së Jezu Krishtit. Me këtë ritual imitohet shoqërimi i turmës e të dishepujve të cilët ndjekin Zotin Jezus që hynte në Jeruzalem. Tre çastet kulmore të kremtimit të së dielës së Larit është procesioni me degët e larit, palmave apo të ullirit, bekimi i tyre përpara kremtimit të meshës e më pas gjatë liturgjisë së fjalës, kujtimi i mundimeve të Zotit. Jezusi vullnetarisht ka pranuar kryqin. Jezusi ka fryuar vetveten. Jezusi ka treguar plotësisht dashurinë e tij për ne, pikërisht duke pranuar kryqin. Ata që e kanë kryqëzuar, i tha: sot do t'jesh me mua në paradis. Është mbi kryqin që Jezusi edhe për secili prej nesh tregon dashurinë e tij, duke falur, duke qëndruar me ne deri në fund. Qëndrojmë edhe ne në eshtje në këtë moment, por mundohemi edhe në këtë javë të qëndrojmë në meditimin e mundimit të Jezusit për të zbuluar dashurinë e tij të madhe për secili prej nesh e për të kremtuar si duhet momentin e ringjalljes, kur do të bëjmë takimin e hyrje me Krishtin që na dhuron jetën e re me ringjalljen e tij. Në kalendarin liturgjik katolik Diela e Larit festohet një të diel përpara kremtimit të Pashkëve. Kreshmët përfundojnë me kremtimin e orës së 9 të së jetës së madhe, ditë në të cilën me lutjet e mbrëmsores nis tradishi shenjti Pashkëve.